pak fjalë për heroin tim. Vërtet është e papërshkrueshme ndjenja kur njeriu njeh njerëz që me punën, përkushtimin dhe veprimet e tyre kanë rrëmbyer zemrat e shumë personave të tjerë. Dhe jo vetëm kaq, por kjo ndjenje fuqishme jeton, frymëzon në mendjet dhe zemrat tona. I ndodhur mbase rastësisht në një ditë dimri, në një aktivitet të banorëve të kryeqytetit të Bujqësisë, pra në një aktivitet në shtëpinë e kulturës, në qytetin e Ravecit, përveç të tjera, duke dëgjuar njërin nga folësit i cili mbante fjalimin e tij pra një publiku të konsiderueshëm për nga pjesëmarrja. E kam shumë të vështirë të flas për gjëra të tjera, sepse e gjithë vëmendja ime është rrëmbyer nga momenti kur folësi gjatë fjalimit të tij përmendi emrin e Zotit Feta Berisha. Dhe për një çast i gjithë publiku u ngrit në këmbë. Nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte, si është e mundur, kush është ky njeri, çfarë ka bërë, ku ka jetuar, e 10 pyetje të tjera e mbysnin kurreshtin time për ta njohur, për ta takuar dhe për të kuptuar se çfarë ishte ajo që rrëmbeu zemrat e një mase të madhe. Minutat deri në fund të atij aktiviteti ishin të gjata, sepse nuk mbaja durimin për të pyetur të tjerët kush është Zotri Feta Berisha. Si një i ri nga mosha dhe si mysafir në këtë region, deri në atë kohë nuk isha dëgjuar për këtë personalitet. Mbaroi fjalimi. U interesova të pyes. Pyetje pas pyetje e kuptova se për çfarë bëhej fjalë. Pas asaj që dëgjova për këtë emër, e kuptova që ky personalitet që ngriti publikin në këmbë, ishte profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, por i përndjekur dhe dënuar për shkak të pjesëmarrjes së tij në demonstratat e vitit 1968, të vitit 1981. Plot 18 vite i dënuar dhe ju dalua të punonte në Arsin, i arrestuar 8 herë, duke përjetuar keqtrajtime të mëdha fizike dhe psiqike nga sistemi atëhershëm. Heshtje. Zemra dhe mendja e pranuan si hero të tyre, sepse ky burr i botës në kuvendin e parë zgjedhor të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Rahovec, prej 113 delegatëve të pranishëm e cilët kishin votuar, më i votuari doli Zotri Feta Berisha. I dyti për nga numri i votave ishte Zotri Ukshin Hoti, e kështu me radhë. Por Ukshin Hoti, i dyti për nga lista e votimit, u ngrit për t'ia uruar detyrën kryetarit Zotri Feta Berisha. Mirë po, Fetohu, në vend se t'ia zgjas dorën, doli në foltore. Kuvendin e kaploi heshtja, një heshtje e përzier me habill dhe frikë, se mos po prishej atmosfera solemne e këtij kuvendi historik të Lidhjes Demokratike. Feta Berisha e merr fjalën dhe post të tjerash thotë: Të çmuara delegatë delegate, ju falenderoj të gjithë nga zemra dhe mendja, juve nuk ju dirigjoj askush se si të votoni, siç ndodhte në sistemin komunist, që për fat të mirë po shembet. Ju votuat lirshëm sipas programit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj mua më lejoni që t'i propozoj kuvendit dhe të ju thras të gjithë juve delegatë të nderuar, që në vendin tim për kryetar të degës së LDK-s në Rahovec ta zgjedhim Zotri Ukshin Hotin, intelektualin shumë të çmuar dhe të merituar. Ju thras të më dëgjoni, sepse kështu e kërkon momenti historik, kështu bëhet demokracia, kështu japim grusht të fortë regjimit të diktaturës komuniste, kështu japim grusht okupatorit serb, kështu është më mirë për shqiptarinë, kështu bëhet mirë për Kosovën tonë të dashur, dhe kështu bashkarisht veprojnë për jetësimin e Republikës Kosovës. Delegatët e kuvendit, pasi e dëgjojnë propozimin dhe thirrjen e profesor Feta Berishës, u ngritën në këmbë të gjithë dhe me duar trokitje të gjata e zgjodhën Zotri Ukshin Hoti, kryetar të degës së LDK-s në Rahovec. Prandaj, profesor Feta Berisha, duke e përqafuar, ja shtrin dorën Zotrit Hoti dhe i pari u haron postin e kryetarit. Kuvendi e shoqëron me duar trokitje të gjata dhe frenetike. Zotri Ukshin Hoti del në foltore dhe falendron kuvendin për besimin e dhënë. Post të tjerash, Zotri Hoti deklaron: Do të mundohemi që së bashku, brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, të punojmë për jetësimin e Republikës Kosovës, duke formuar
dhe institucionalizuar institucionet tona. Dhe siç duket, ai veprim që bëri profesor Fepari në atë kohë solli duartrikitje të gjata dhe frenetike, e të cilat duartrikitje akoma po jetojnë edhe në ditët e sotme. Faleminderit profesor, faleminderit gjysh.